kuptova që jeni diku në Sheshe, me na tregu edhe planet, projektet, edhe me na tregu punët që po bëhen në komunën e Shtimës. Por edhe kështu bën, super. Po, përshëndetje nëse po dëgjohemi, përshëndetje nga zyra e kryetarit të komunës së Shtimës dhe ju premtoj se herën tjetër kur do ta zhvillojmë intervistën me kryetarin e komunës së Shtimës, zoti Qemal Aliun, do ta zhvillojmë diku në qytetin e Shtimës apo në ndonjë realizim të projektit për të parë cilat janë ato projekte që po realizohen në këtë komunë. Mi po pasi që do të flasim për vizitën që është zhvilluar në Gjermani, qësisht në Qarkun Una, këtë bisedë po e zhvillojmë këtu në zyrën e kryetarit. Kryetar, mirëmëngjes dhe faleminderit. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni këtu dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këtë ditë të hershme të sotme. Atëherë keni qenë për vizitë në Qarkun Una të Gjermanisë, një bashkëpunim i komunës së Shtimës me Qarkun Una. Po, siç e dini, nga vitet e kalume ne kemi krijuar një partneritet me Qarkun Una. Qarku Una graviton në Nordrhein-Westfalen, një nga landet më të mëdha të Gjermanisë, dhe falë deputetit të SPD-s në Landtagun Gjerman që është zoti Hartmut Ganske, po edhe kryetarit të Qarkut të Unas Mario Lër. Njëkohësisht deputeti Ganske është edhe qytetar nderi i komunës së Shtimës. Komunës tonë përmes këtij partneriteti janë hapur rrugët për bashkëpunim edhe për mbështetje në të gjitha fushat. Një nga ato bashkëpunime që kemi është edhe shkëmbimi i të rinjve, të rejave, domthonë eksperiencave në sport, në kulturë, në art, po edhe pjesëtar të administratës kemi mundësi me i çu edhe me i trajnu atje, siç e keni parë nga e kalumja na kanë mbështet edhe me 2 makineri, njëra për pastrimin e qytetit dhe tjetra për zjarrfiksit, dhe ne po vazhdojmë domthonë partneritetin çdo ditë e më afër, ku gjejmë rastin t'i falenderojmë personalisht edhe zotin Ganske edhe zotin Lër që na e kanë hap dyert një komunë të vogël për gjithë Qarkun e Unës. Mos harrojmë në Qarkun e Unës gravitojnë mbi 10 bashki, 10 komuna atje, dhe është një qark dikon me 500.000 banorë. Dhe në këtë rast neve na gëzon fakti që domthonë kemi krijuar këtë partneritet dhe këtë miqësi të ngushtë me shtetin gjerman, përkatësisht me Qarkun e Unas në landin e Nerves, dhe do të mundohemi çdo ditë më shumë që të këtë partneritet ta dinamizojmë, edhe të shkëmbejmë eksperjenca dhe të marrim ndihmën edhe për krahjen gjermane. Kësaj rradhe patën mundësi që nëse nuk gaboj një pjesë e handbollistëve të komunës së Shtimës gjithsesi të klubit Vjosa, nëse nuk gaboj, të jenë me ju atje edhe për të zhvilluar edhe takime miqësore. Është e vërtetë e kanë dhënë një fond mbi 25.000 euro pikërisht për të na ftuar. Në këtë rast ne kemi qenë me klubin handbollistik volejbollistik të vajzave, ku ka qenë një staf lojtare plus trajnerët, dikon 10 vajza. Ne kemi qenë edhe një pjesë e stafit tim atje dhe vajzat janë ndesh me 2 klube, përkatësisht me klubin volejbollistik të Una Masen dhe të Fryndenbergut, ku për fat mirë vajzat tona kanë tregu domethënë suksese dhe në të dyja lojët kanë fitu, edhe pse ishin lojë miqësore, ne atyre ju treguam që talenti edhe shkatësitë në sport nuk na mungojnë. Do të thotë një eksperiencë e mirë. U pritëm shumë miqësisht, ndër përveç këtyre lojëve që zhvilluam, ne u pritëm edhe në zyrën e deputetit Ganske në Qarkun e Unas, po takuam edhe shumë eksponent të politikë bërjes në Qarkun e Unas. Ka ndonjë bashkëpunim të më të tjeshëm, të më frikshëm për të pruar do të patjetër një projekt, realizimi i projektit dhe a do të vinë ndoshta edhe ato volejbolliste nga Qarku Una ta shohin komunën e Shtimës, të shohin se çfarë kushte edhe ne veprojmë. Patjetër bashkëpunimi do të vazhdojë, edhe ne i kemi bërë ftesë atyre sepse edhe ne jemi mirënjohës edhe mikpritës, dhe presim në muajt edhe vitet në vazhdim ky bashkëpunim të thellohet, edhe të vinë edhe të shkojmë ne. Kësaj radhe ishim me sportistët, edhe radhës tjetër presim me pas shkëmbime kulturore, po edhe shkëmbime të pjesëtarëve të administratës komunës Shtimës që mund të marrin përvojat më të mira në komunat e Qarkut e Unës. Kemi diçka të përbashkët në këtë aspekt?
Apo është një eksperiencë më e madhe? Dëshiren për të bërë punë të mira dhe për të zhvillu, edhe vullnetin ton për të marrë eksperiencën gjermane, që është një nga eksperiencat më të mira, domethënë edhe model se si funksionon demokracia dhe se si funksionon shteti dhe institucionet ligjore. Një makineri për pastrimin e rrugëve dhe të zjarfikësve, kur dim se zjarfikësit ndoshta kanë kushtet jo të mira sa i përket edhe mekanizmit, sepse çdo intervistë që kemi zhvilluar me përfaqësuesit e zjarfikësve kryesisht rreth makinerisë kanë probleme të mëdha. Po, si që dim, përveç këtyre eksperiencave që tham, edhe mbështetja që po na vjen këtë rast me makineri, po edhe mbështetje tjera, është shumë e mirë se ardhur, kur e dim faktin që ne në këtë aspekt kemi mungesa, si të pajisjet me makineri, po edhe pajisjet tjera të zjarfikësit, po edhe ashtu kompania pastërtia që e mirë mban, edhe kujdeset për grumbullimin dhe pastrimin e qytetit, kanë qenë shumë të mirë se ardhura dhe kanë qenë të nevojshme. Si që dini, zoti Ganske, edhe me 15 janar për nder të masakrës së Reçakut, ai e ka ndonjë një donacion nga rroga e tij si qytetar nderi i komunës Shtimes, duke financuar një turneun memorial të futbollit që është organizuar nga të rinjtë e të rejat e Reçakut dhe komunës Shtimes. Zoti Ganske është një personalitet i lartë i politik bërjes në Republikën e Nordrhein-Vestfalisë, është në mandatin e tretë si deputet nga qarku i unës i SPD-s në parlamentin e Republikës së Nervesë. Një njeri që e ka një shpirt të madhe, është një njeri shumë fisnik, i cili po e tregon edhe miqësinë që ka për popullin e Kosovës, përkatësisht për komunën e Shtimes. Kështu që presim, domethënë, me pas edhe bashkëpunime tjera, sepse siç e dim, ata kanë edhe kapacitete dhe potenciale edhe financiare, po edhe të tjera për mbështetje dhe për të na ndihmuar. Këto që kanë pret në vitin 2025 në një projekt në komunën e Shtimës jashtë qarkut tona. Po, tash po kthehemi në kapacitetet tona. Kemi shumë projekte, siç e keni pa, domethënë që ka filluar një pranverë e hershme, tash edhe kushtet meteorologjike po na mundsojnë që projektet që kemi filluar vitin e kaluar, ato domethënë të vazhdojnë të implementohen me një shpejtësi, po edhe me një cilësi. Komuna e Shtimes po ndërtohet me një shpejtësi, me një dinamik të kënaqshme, po ashtu rrugët Topil, domethënë Petrov, Raunc, Pjetërshtis, Dug, Karaqic, Rrugica që kanë qenë projekti 2 vjeçar janë duke implementuar. Po ashtu po implementohet projekti i shumë pritur edhe shumë i madh i shtratit të lumit Shtimjania, që po punohet në të 3 segmentet me një dinamik të shtuar. Presim këtë vit përveç projekteve në për secilin vend banim, në për secilin fshat dhe secilin lagje të qytetit, në aspektin infrastrukturor, presim të përmbyllet stadiumi i qytetit, shtëpia e përshpirshme ose qendra rinore, si dhe palestra, po punohet edhe në shkollën e Petrovës dhe në qerdhën e Petrovës. Po ashtu presim shumë shpejt me e fillu gurthemelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu në Shtime, po edhe të entit special. Do më thonë, krejt këto projekte, siç e kemi thënë disa herë, po e transformojnë dhe po japin fizionomi urbane qytetit tonë, një bomë investimesh që komuna e Shtimes dhe qytetarët e Shtimes për hir të vërtetës nuk i kanë pa asnjëherë, dhe ne jemi të kënaqur që për brenda këtij mandati kemi arrit me sjell krejt këto investime. Po ashtu po punohet edhe në qerdhën e Shtimes, qerdhën e dytë në Shtime, ku presim brenda 2 muajve tashme me funksionalizu, për të kalu pastaj në funksionalizimin e qerdhës të Godancit, po edhe të Petrovës, me shpresën që do të gjejmë mundësi edhe qerdhën e 5 për këtë mandat ta funksionalizojmë, të fillojmë ta funksionalizojmë në fshatin Sarajeva. Të thotë në pjesën rurale po bëhen investime. Gjithandaj po investohet. Ne, sa i përket qytetit, ne jemi fokusuar më shumë në krijimin e
infrastrukturës alternative, ato që kemi quajtur unazat e qytetit, ajo në drejtim të Lipjanit ka përfunduar, kjo në drejtim të Frejzajt është në përfundim e sipër, dhe pastaj do të kthehemi te sheshi këtu ku jemi, është një objekt përpara objektit komunës, një objekt që është ndërtuar në masa të dhënshme në vitet e 90-ta, ku jemi në procedurë për shpalljen në zonë me interes dhe ne do ta rënojmë këtë objekt sepse dhe ashtu është në gjendje jo të mirë dhe rrezikon edhe ata pak banor ose ato pak biznese që funksionojnë aty dhe në këtë mënyrë do t'i hapim rrugë edhe ndërtimit të sheshit në komunën e Shtimës ashtu siç e kemi pasur zotim. E kemi të buxhetuar, e kemi një fond për 3 milion euro që do të implementohet duke filluar nga pranvera e këtij viti dhe në 2 vitet në vazhdim. Cila është sfida kryesore me cilën po ballafaqoheni? Po sfidat, siç e dim, ka sfida është pak ka procedura burokratike që nuk varen krejt prej neve, sidomos problemet e vonesa në implementim projekteve janë ato operatorët që pastaj është një organ aty që quhet OSHP, organi shqyrtues i prokurimit që stërzgjaten nga njëherë fillimi i punëve, pastaj edhe na zë edhe koha e vjeshtës edhe dimrit dhe pastaj domthon edhe vonohen edhe mund shkojnë në suficit. Kjo është një nga pengesat që kemi jo vetëm ne si komunë e Shtimës, po edhe komuna tjera. Besa edhe mungesa e kodrave specifike, kapacitetet kadrovike në implementimin e këtyre projekteve si administratë e vogël që jemi, domethënë na mungon. Megjithatë po mundohemi bashkë me menaxhmentin qeverisës këtu, po edhe me krejt administratën ta japim maksimumin që dinamika e punëve, po edhe cilësia e punëve mos të mungoj. Ndoshta po themi nuk ka qenë dimër atësaj fortë, por di se shumica e teritorit të komunës së Shtimës i përket vizave malore. Keni pasur probleme në... Jo, fatmirësisht ky vit ka qenë, siç e dim, ka qenë vit i butë në aspektin klimatik në si më thonë -gradë dhe edhe rishjet kanë qenë minimale. Ne kemi marrë masat që në fillim të vitit për mirëmbajtjen e rrugëve nga Bora dhe nga të Ftoftit. Fatmirësisht nuk kemi pas probleme dhe sfida, gjithçka ka shku sipas parashikimeve. Pastaj ky ka qenë vit i ngrohtë edhe për shkak të fushatës elektorale që kaluam, edhe ashtu, edhe kur ka qenë ftohtë, ka qenë ngrohtë. Kështu që kemi qenë në dinamik të punëve, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin e projekteve dhe administratës. Kryetar, unë të falenderoj shumë për gjitha këto informacione, sidomos rreth vizitës tuaj në qarkun Una në Gjermani dhe nëse mund së bashku të bëjmë një premtim, kështu që intervistën e radhës ta zhvillojmë diku në qytetin e Shtimës përpara projekte që po i realizoni. Faleminderit që keni ardhur me ndjek një nga zhvillimet më të mira që i ka qenë në komunën e Shtimës, një partneritet i tillë vërtet edhe na gëzon edhe na nderon edhe na bën krenar, një komunë e vogël si Shtimja me deportu, me gëzu respektin kaq të madh në çarqet më të larta të shtetit gjerman për neve është nder edhe privilegj. Unë ju që ju premtoj që do ta zhvillojmë një intervistë në Shtime, po unë ju premtoj që bashkërisht do të jemi pikërisht në qarkun e Unës, që t'i ndjekim domon aktivitetet tona në të ardhmen, e afërt besoj në këtë qark. Faleminderit shumë edhe një herë kryetar për kohën që ndatë për të qenë pjesë e programit mëngjesit të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Faleminderit shumë. E mua nuk më mbetet gjë tjetër, pas që t'ju përshëndesim së bashku me kryetarin e komunës së Shtimës, Qemal Aliun, juve në studio dhe të gjithë teleshikuesit tanë që na kanë përcjellur në këtë orë të jashtme të mëngjesit.